Ishte, a keni parë ndonjë gjë që do t'ju bënte të mendonit apo të besoni se s'do t'i thaçi përpiqej të merrte pushtetin në Kosovë përmes apo duke kryer krime kundër kundërshtarëve të tij, qoftë personalisht duke kryer krime apo apo përmes pjesëtarëve të tjerë, tuçi që është që kryenin këto krime, pra në interes të tij. Përgjigje jo. Dhe mendoj që shumë shpejt kemi arritur në vlerësimin se ai nuk e kishte pushtetin, autoritetin, marrëdhënien autoritetin personal për të bërë që dikush tjetër të bënte një gjë të tillë. Për më tepër, unë dhe ne arritëm në këtë vlerësim se ai e dinte se nuk i kishte këto gjëra, nuk e kishte këtë pushtet, këtë fuqi. Dhe pra, unë pra i filloj këtë karrierë duke zbuluar hap pas hapi atë që mund bënte dhe si mund ta bënte pra për të krijuar rrugtimin e tij politik. Ai ishte në të njëjtën kohë, nuk na përket neve që të gjykojmë nëse ai me gjithmend dhe dëshironte më të mirën për Kosovën. Apo se si mund të realizoheshin ambicet e tij në mënyrën më të mirë, ai gjeti vetë këtë mënyrë për ta bërë këtë. Dhe ishte detyra jonë që ta ndihmonim ne në këtë rrugtim, pra duke punuar me unë mikun, duke punuar me institucionet, kjo ka shërbyer edhe interesat e tij. Ky është angazhimi më i mirë që mund të kërkohet nga një politikan që po bën atë që duhet të bëjë, por njëkohësisht kjo gjë, këto veprime i shërben edhe interesave të tij personale dhe ne kemi vlerësuar se ai po ndiqte këtë rrugë dhe po e arrinte këtë gjë dhe ritheksoi se nuk ishte vlerësim që u arrit, nuk besoj duke qenë naiv. Ne kishim një shikim të qartë dhe një gjykim të qartë dhe prisnim të shihnim se si Zoti tha që do të shfaqej më tej në raport me neve.